Përshëndetje të mirë të mi, si ju kam? A jeni mirë? Si kaloni? Po vedh disa letra për ditën e sotme. Letra e forcës. Letra e forcës na tregon që po dilni nga një situatë shumë e vështirë, konfliktore me veten tuaj ose me dikë tjetër. Shikoj që kjo forcë është brenda jush dhe shikoj që tani tutje ju do të ndryshoni disa gjëra në jetën tuaj, sepse keni gjetur atë që ju nevojitet. Kemi 4 shkopind. 4 shkopind na tregon familjen, stabilitet në familje dhe ndryshime në të ardhmen tuaj. Shikoj që aktualisht jeni shumë të lumtur me disa gjëra që janë duke ndodhur në jetën tuaj private, në jetën tuaj private, po shikoj që edhe këto problemet që keni pasur në të shkuarën tuaj sikur janë zgjidhur aktualisht dhe jeni më të qetë, sepse na ka rënë edhe 10 monedat. Na tregon 10 monedat, na tregojnë familje, na tregojnë bashkimin familjar dhe ndjenjat familjare. Shikoj që në të ardhmen tuaj do keni një bollëk në lek. Nuk e di se kush e ka këtë fat në muajin shkurt, por shikoj që të ardhurat tuaja do jenë shumë herë më të larta nga çka që në muajin e kaluar. Kemi dhe asin e kupës. Asi i kupës më tregon njohje të reja për disa, por më tregon që kemi dhe fillime të reja në shumë aspekte të jetës. Në fillimet e reja shikojmë në ndjenjat familjare, por dhe ndryshime në gjërat që ju kërkoni të ndryshonin në lidhje me gjërat që keni pasur në të shkuarën. Kemi 9 kupat. Shikojmë që 9 kupat na tregon që një dashuri me gafore, një dashuri me gafore ose me energjinë e gafores, është letra e gafores. Më saktë, kjo dashuri që ke pasur e dashur apo i dashur ka qenë një dashuri që ka qenë mbi rër, domethënë ka qenë dashuri vetëm nga ana jote, jo nga ana e personit. Shikoj që ti aktualisht sikur i ke thënë vetes të eci përpara, të ndryshoj, të eci përpara, të bëj diçka për veten tënde, domethënë të bësh diçka për veten tënde dhe të thuash që unë meritoj më shumë nga ç'kam pasur deri më sot. Por, shikoj që ti duhet të mbrosh veten tënde nga njerëzit, nga energjitë negative, nga personat që ty të lëndojnë. Duhet të vësh si ta thotë, një mbrojtje për veten tënde. Duhet të bësh një mbrojtje që mos të lëndojnë të tjerët, sepse shikoj që gjithmonë ty të lëndojnë njerëz që nuk janë të jetës tënde. Por, shikoj që ti me një person të shenjës së zjarit e mendon shumë. Një person i shenjës së zjarit e mendon shumë. Ti nuk shikon 2 kupat aktualisht, po më shikon 3 kupat. Do me thënë që është diçka që ti shikon gjithmonë të shkuarën tënde. Dashurinë e ke përpara. Dashurinë e kemi përpara. Nuk e kemi mbrapa kurrizit. Dhe shikoj që muaji shkurt më shumë u përket shenjave të ujit dhe shenjave të zjarit. Është shenja e zjarit, është shenja e ujit dhe pak shenja e tokës. Do me thënë ne demi tek Virgjëresha dhe tek Briciapi, po gjithsesi, këtu shikojmë që ne do të stabilizojmë shumë gjëra në të ardhmen tonë, duhem të stabilizojmë familje, mund të blejmë një shtëpi në të ardhmen.